Përshëndetje nga plazhi i Velipojës, një nga vendet e preferuara të gjakovarëve. Domethënë gjakovarët kanë ardhur më shumë në Bregdetin e Velipojës, edhe Qomili apo Sevdaji Radogoshi, humoristi i njohur, ka edhe disa incizime këtu të humorit në Velipoj. Domethënë janë ma përpara shumë tjerëve në këtë aspekt, sapo ndeta me dy të moshuar 70 vjeçar, burri e grua emrin burri Faton, ndërsa gruaja Arta. Domethënë para 70 vitesh fëmijët i kanë bagëzuar me emra tipik shqiptar. E sot, në 2025, sheh familje që e lanë qunit emrin Muharrem. Domethënë kjo është katastrofike. Në vend se mi alon Shqip. Prindrit tanë në atë kohë kanë bërë reforma, për shembull familje time edhe kanë lënë fitim Shqip, domethënë është dëshmori sot i kombit Fitim Doroku. Kanë lënë Besim, kanë lënë Teuta, e mu kthy prapa me pagzu emra dë vjetër që nuk i përkasin Shqipës. Mendoj që këta e bëjnë njerëzit me nivel ma tull që janë, sepse pak me pas nivelin e ngritur intelektual, duhet emri Shqip me qenë, jo, emri huaj, jem shqiptar, edhe emrat në takon Shqip, se më spjalon qunit. Agron, ja vajza ime për shembull e ka Rina ki arbresh në Itali, është një grua Rina Bellushi, diku 80 vjeçare, e këndon këngën e Skënderbeut. 500 vjet nuk jenë asimiluar breshët. E kanë rujt traditën shqiptare, sot i sheh çdo ku. Do thonë ja vlen. Ha, Shqipe. Bukur, a? Egzof. Opcionin e komentëve zakonisht e ndaloj, pasi ka shumë pa njohur personin. Komentojnë edhe pa lidhje edhe fyn, kështu që pjolo me pak pamje me këngën për dëshmorin e kombit nga Shkodra, Arjan Brahimi. Më thënë Arjan, Shqip, i cili ka rënë betejën e Rovecit në korrikun vitit 1998, dhe sot, mbi qytetin e Rovecit, ndodhet një kala e vogël që është pagzuar me emrin Maja e Shkodranit. Edhe kam pyet shumë këtu, mirë po disa dëshmorës Shqipërisë që kanë rënë në Kosovë pinjohin, disa jo. E është mirë me mësua edhe për Arjan Brahimin. Jo, përshëndes.